A ke shtitur ndonjëherë në orët e mbrëmjes për të parë se ç'ndodh me jetën e të rinjve në blok? Një herë vetëm. Si të duket se turistët e huaj e pëlqejnë atë vibe aty, e pëlqejnë atë energjinë e të rinjve në blok? Kam vënë duart në kokë. Çfarë të ka habitur dhe të ka tronditur? Fakti që qefi i disave është vuajtje për disa të tjerë. Këto s'mund të bashkëtojnë. Është shumë e thjeshtë, jo, mund të bashkëtojnë me muzikë të ulur, me të qeshura që janë normale, nuk janë të qeshura histerike të atje, e këtë ju me zërën e lartë, dhe mbi gjitha me të qeshura që më shiko mua, jam unë këtu. Kjo dëshira e pa imagjinueshme për vëmendje kur je vetëm 17 vjeç, 18 vjeç, 20 vjeç. Ç'është kjo? Me sa duket pra, një qytet duhet të ketë të ndarë zonën rezidenciale nga zona ku bëhet parti dhe ku jeton rinia dhe ku jeton rinia me ritmin e vet. Në Mikonos, zonat më të bukura ku bëhet fest nuk janë afër zonave të banuar, aty ku jetohet dhe banohet. Eksakt, sepse i ka marrë jetën atyre banorëve. Dhe ata njerëz marr peng. Shtëpitë e tyre si blet më dot njëri. Ata kanë shtëpinë e tyre atje, janë njerëz edhe në moshë. Do që sikin dot gjikundi tjetër. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.